Personet e nderuar televizikues, në aktualitetin e ditës sotme dhe në pjesë të rëndësishme të aktualitetit, unë kam ballë për ballë kryetarin e Kristian Demokratëve Shqiptarë, zotin Dimitri Muslia, një avokat i nderuar, me Megi Stafën, me këtë nga Forumi Ligjor i Partisë Demokratike, e cila i është bashkuar çadrës së lirisë me atë aspiratën e të rinjve shqiptarë. Mirë merren studio Megi. Mirë u gjej. Mirë merren studio i nderuar avokat. Mirë kemi gjetë. Dhe më vjen keq që nuk fitove për në Këshillin e Avokatëve atje, në këtë konkurrim që i latë ata që lodhin kumar të dita kryetarë dhe në kryetarë. Rëndësi ka që atje u bën transparent të paktën numërimi i votave. Pastaj pjesa tjetër ishte pjesë numërimi i listash. votave, po ata kanë filluar të mundin një pjesë. Faktikisht, me thënë të drejtën, ne me qenë se bane këtë pyetje një përgjigje për japim edhe për opinionin, pasi edhe kemi bën fushat edhe nëpërmes Facebookut. Fati keq ishte që vitingu dishtejnë të rrallët tona të avokatë. Keni diskutuar dy herë, avokat. Keni diskutuar një herë te kjo zgjedhja e forumeve të avokatisë. Dhe e keqja më e madhe është që keni diskutuar edhe tek ajo lista për komisionin e vetingut, sepse 120 avokatët që ndorën jashtë deri Fatkeqësia është se në rrallet e avokatisë, nëse një prokuror ose një gjyqtar shkarkohet për shpërdorim detyre, ai me njëherë gjenë strehen edhe vjene merë licencën e avokatisë dhe bën karrierë në tek avokatia. Diçka që më thënë të drejtën, unë për veti gjatë një javë që ishte fushata, sepse u bë pak e fshehtë ajo puna njoftimeve, jo transparente fushata për zgjedhjen e bordit drejtues të Këshillit Përgjithshëm Dhomës Avokatisë Tiranë, por gjatë gjithë kësaj kohe unë ju kam bërë thirrje miqve që ne të tregojmë vlerat më të mira të përfaqësimit dhe të tërëzojmë atë kalat 26 vjeçare, e cila është i vetmi institucion në Shqipëri që nuk ka pas rotacion të figurave në drejtimin e saj. Do të diskutojmë dhe ato që na dhash. Megi, kemi një mobilizim të rinjve të Partisë Demokratike, të një student e mjekësisë, një njeri që je apasionuar pas politikës, sidomos pas Partisë Demokratike. Si e ndjen veten të çadrës lirisë? Atëherë, unë nuk jam përfaqësuese e Partisë Demokratike në çadrën e lirisë, unë jam përfaqësuese e mbar qytetarëve shqiptarë për gjitha problemet. Po, sigurisht po, sepse sado që flasin nëpër media e kudo që ajo është organizuar nga Partia Demokratike, ajo është thjesht, Partia Demokratike është thjesht përkrahase e protestës, por jo që është organizatorja për Partia Demokratike. Qytetarët shqiptarë janë ato që janë zgjuar, mund të themi fjalën, disa prej tyre, sepse disa prej tyre jo që nuk janë zgjuar, por ato janë akoma në atë frikën se jo do t'i heqin nga puna, jo problemet tjera që mund të hasin pastaj me qeverinë që ne kemi aktualisht. Si mendoni zoti? Në radhë për ishte kënaqësi që përballë kam Brezeneri. Një qytetare e cila Brezeneri, nuk flet në emër të politikës, po flet në emër të dhe më ka arkoa që edhe të PD-ja dhe shumë parti politike duhet të dorëzojnë, pranojnë rotacion të elitave dhe të figurave të reja politike. Ishte kënaqësi që unë kam Megin përballë, por do ta kundërshtoj pak. Sepse nuk mund të themi që ajo çadra është çadra e lirisë dhe është e gjithë popullit, pasi po të shikojmë ditë për ditë atje shpalosen programe dhe nga ajo çadra e lirisë që flitet bëhen thirrje për të dhunuar, për të thyer xhama, për të sulmuar qytetarët, pushtetarët e tjera, nuk mund të flitet tani në vitin 2017 për revolucion në Shqipëri, pasi nuk jemi përpara, ligjërisht nuk jemi përpara një kauze të rëndë ose të fortë politike të pabesueshmërisë së qeverisë, pasi po të shikojmë edhe testimet që janë bërë, qeveria është mbi 56% që ka qeverisë mirë, dhe ajo që farë PD-ja... Në shifrat e të bajtës. Jo, se të bajtë. Jo, po ma leta mbarit ashtë, me qenë se u futëm në debat. Sepse në faktikisht ka arë momenti që nuk do të lozim me në emën të popullit, sepse popullin, qoftë Partia Demokratike, qoftë edhe Partia Socialiste, këto partit e vjetra, kanë abuzuar jashtëzakonisht shumë,
duke godit popullin, duke varfëruar popullin të dy palët së bashku, dhe populli shkret tani kanë ngel s'din se kur të orientohet. Dhe tani duke parë që në politikën shqiptare dolën disa lëvizje të reja politike, dolën që donin që të organizoheshin gjitha partitë e vogla kundra këtyre dy partive të vjetra, me njëherë ndolli kjo që o burra një ditë bukur pa pas asnjë lloj kauzi të bëjmë çadrën e lirisë mbi ato 4 varreza ku njerëzit u vranë me 21 janar, që besoj ju kujtohet, që vetëm ajo nuk ishte dashur të bëhet aty. Pra unë, po t'ishte ajo çadër, quhet çadra e lirisë, do kishte vendin tek sheshi Nën Tereza, për të përquar vlerat e Nën Terezës, për të përquar vlera tjera, jo urrëtie. Ata pra, atje, e kanë vu, sepse është të drejtare e zyrës së në asnjë vend demokratik të botës nuk ka ndodhur që lëvizjet popullore ose sindikaliste t'i drejtojë opozita. Sepse jemi 3 muaj para zgjedhjeve, miku i dashur. Pra sot ne nuk jemi në krizë institucionale parlamentare. Pasi nuk ka ra ne në parlament, sot kemi shumicë parlamentare. Po të kishte ra shumica parlamentare, unë ndoqa pak... Nëse nuk do kishte bërë këtë opozita, i nderuar Dimitër, neve do të vinim njësoj si që jemi në zgjedhjet e datës së 18. Asnjë lloj ndryshimi s'ka as tani. Sepse opozita kishte kauzën në qershor, kur atje po bisedoi për ndryshimet e reformës zgjedhore dhe ata nuk morën pjesë fare dhe nuk e vun ujë të nxjarr fare Partia Demokratike, edhe pse kishte presion nga aleatët e vet, të lutem, ta mbaroj pak. Sepse kjo don edhe opinioni duhet sqaruar dhe duhet mendje sa më të qeta, jo mendje që nxehta në këtë situatë, sepse nuk e kemi këtë luks që Shqipëria të kalojë në kriza. Çfarë krize ka në Shqipëria? Ja kemi Megin. Megi si e gjykon ti? Atëherë do të më mbështetem tek parafolsi që tha kryetari i opozitës, sa që duhet dhunë. Vetëm thunë nuk e shikoj, jemi në ditën e 11 të protestës, ku unë nuk shikoj qoftë edhe një arsye që pse të ketë dhunë, kundrejt kryeministrit, a kundrejt të majndve, unë këtu vetëm dhunë nuk shikoj. Unë këtu shikoj një protestë demokratike, unë këtu shikoj një popull të varfër, që mbartë në vete vetëm skamje. Skamja është fjala e vetme që unë e përkufizoj në këtë situatë, sepse po hasemi me vështirësi të iskajshme, duke vazhduar që nga familje të thjeshta, të shtresave të ulta, që një familje prej 6 personave, marrë një shembull, prej 6 personave, vetëm një kryefamiljar të punoj, dhe në momentin që vetëm kryefamiljari është në punë dhe punon në punë të zezë, të mos ketë ndihmë sociale, kjo është absurditet për mua. Nuk e di se ku e shikoni qeverisje në këtë vend. Nuk e di, ajo 0.2% që thot qeverisja aktuale, që 0.2% e dritave që është rritur. Pse ajo 0.2% është rritur? Pse nuk është ullur që të jetë në të mirën e qytetarëve shqiptarë? Begi dashur. Po, më thonë. Duke respektuar edhe moshën tate dhe provoja ajo është e sinqertë, s'ka pangarkuar si mua si ty. Prandaj them unë. Po të shikojmë atje që thuhet të varfrit nuk janë tek çadra e lirisë, sepse edhe thirrja e Partisë Demokratike do ishte shumë me vyshme që fshatarët që janë në pranverë më mirë shkojnë punojnë tokat, e të sigurojnë bukën e gojës atje në bujësi, se sa të marrin nga 30.000 lekë 50 euro për të ardhur për të protestuar për të nejë në natë aty. I nderuar Bedo, unë kam informacione të sakta që të lutem ta marrë, ata po paguhen në ditë për ditë duke bërë rotacion, jo Laçi, jo Shkodra, jo Saranda, etj. Jo, problemi të lutem. Jo, nuk është e vërteta ajo, sepse unë nuk do të thash, unë nuk kam marrë këtu për mbrojtje Edi Ramën. Pra unë përkas një filozofie që don marrjen e pushtetit nëpërmes paqës, nëpërmes votimit dhe dita votimit të jetë fest kombëtare, e jo frikë, të mbjellet frikë nga politika. Pra kjo është filozofia e Partisë Kristian-Demokrate. Tani, jo se nuk e mbarova, të lutem. Problemi është i tillë që
nëse në atë qadën e lirisë, thojza, e lirisë nuk mund të quhet ajo, aty nuk fola unë që dhuna dhe ka pas provokimet që dalin dhunë. Ai vetë ju bare e thirrje sepse humbi durimin duke mos pas, po, si mund ndodhin kjo, si mund të ndodhin kjo, miku i dashur, tanë botë s'ka ndodhur që një mazhorancë absolute që shkojnë një përqindje e vogël e disa karrigave të thyrave, që disa ata që rrinë në çadër atje kanë vendin në burg. Sikurse janë edhe të tjerë që janë nëpër institucionet e shtetit që do shkojnë para drejtësisë. E domosdoshmja e këtij vendit miku i dashur është të bëjnë vetingun, të arrestojnë e shkojnë përpara ligjit gjithë ata që kanë abuzuar tash 27 vite me qytetarë shqiptarë. Qoftë nga e majta, qoftë nga e djathta. Ndryshe s'bëhet ky vend. Po e bën qeveria teknike. Pra po ku ka kapacitetin ose ku i ka resursat qeveria teknike që të bëjnë reforma të tilla, nuk i bën dot miku i dashur, sepse qeveria teknike do jetë qeveria që do kënaqin ato, do lobojnë për të marrë aksionet e veta si PD-ja, si PS-ja ose dhe LSI-ja. Pra gjithë kjo lojë bëhet përsëri që mos të ketë rotacion në Shqipëri të figurave dhe programeve të reja politike. Lut Basha ka dalë për do rotacion. Atëherë, pak më parë thatë që të gjithë protestuesit që janë aty janë me një program dhe që paguen. Unë jam gati. Unë jam brenda si Partisë Demokratike, si një qytetare thjesht, unë jam gati që mbasi të mbarojmë emisionin, të nisemi të dy dhe të shikojmë që aty ka njerëz të thjesht. Unë jam gati, unë sapo të mbarojmë emisionin, bashkë me ty do të shkojmë dhe do të shikojmë se sa të thjesht janë ato qytetarë dhe se në çfarë skamje janë ato qytetarë. Neve do t'i pyesim personalisht dhe nuk jam asnjëherë kundra pagesës. Dhe kjo është një absurditet, dhe kjo nuk ka ndodhur në Partinë Demokratike. Mbegi dashur, nuk ka Partia Partia Demokratike ka mëkatet e veta sepse në Shqipëri të lutem ta marrë. Pra në Shqipëri ajo është e para që futi Ashashin, e para që Partia Demokratike abuzoi me zgjedhjet e lira demokratike, po ne e mbajmë mend kur në 1993-shin donin të abuzonin me ndryshimet kushtetuese, por falë qytetarisë nuk u miratua ndryshimet e miratimi kushtetues në referendum në 93-shin, e tjera që ne kemi pasur pasoja edhe në njerëz gjatë votimeve, por nga njerëz që u sulmosh nga Partia Demokratike. Këta unë kam këtë provojë sepse unë jam i lëvizjeve të hershme në politikë. Por ajo çfarë unë nuk do të merremi fort me këtë pjesë, por ti je sigurt që ne që është skamnor, është i kputur, nuk mundet të vinë nga Saranda, pa ja paguar biletën, pa ja paguar ditën e punës, e me ardhe me ndajt atje në fasad brapa. E dyta, unë jam plotësisht dakord të kishte demokratike ajo protest, duke thënë që me u qëndru fjalëve që tha kjo çadër është e popullit, s'është e Partisë Demokratike. Aty më shumë po bëhet reklam Bashës, që të krijohet ideja që tani kryetar është Basha e jo Sali Berisha, se po t'ishte ndryshe nga ajo çfarë u deklaruar që do jetë çadra popullit, atëherë le të flasin qytetarët, ankesat e qytetarëve, le të flasin kryetarët alat. Nuk mbaj mend në asnjë masdite që bëhet shkojnë gjithë mediat atje që të flasin partitë alate. Pra ai duhet të flasin në emër edhe të partive alate, jo Partia Demokratike. Para se të vinim ne në këtë emision, ishte një deputete që thoshte Partia Demokratike, këtë Partia Demokratike. Pra Partia Demokratike ka marrë përsipër. Jo, Partia Demokratike dhe partitë të vjeta në Shqipëri kanë marrë përsipër me na varfëruar deri në skamje. Këta ta kesh prej meje, mike dashur. Miku im, të drejtohem, të bëj një pyetje. Këto qytetarë të thjesht, Sarandiot, morëm një shembull, supozojmë, morëm një shembull, Sarandiot, që vinë bëjnë një rrugë 4, 5, 6, 7 orarësha, ku ta diun, marëm një shembull. Këto, përderisa kanë pas 4 vite keqeverisje dhe 4 vite skamje, këto nuk do ta gjejnë mundësinë, në aq pak mundësi sa kanë që të vinë nga atje të vinë dhe të protestojnë këtu.
Përse domosdoshmërisht duhet të jenë të paguar nga Partia Demokratike? Po nuk është kjo thelbi. Thelbi është që neve thelbi është zgjedhjet e lira. Zoti sigurisht je kryetar partie e Demokratë. Një parti të nderuar. Që juve edhe Partia Demokratike, por sidomos Partia Socialiste nuk u lë asnjë deputet. Rastësisht u la një deputet, keni një deputet e cila për mua nuk është inekzistente aty sepse nuk ka potencial intelektual të thoi fjalën e saj, dhe ti si kryetar, si avokati i jashtë, je aleat me Edi Ramën, por nëse neve do vëmë në këtë konfiguracion, çfarë do ndodhë sipas teje? Tani, Partia Krishterë-Demokrate nuk është që na ka lënë askush e kemi fituar vetë mandatin tonë, dhe djedi shumë mirë edhe sulmet politike që ne janë bën Partisë Krishterë-Demokrate, sepse kur kalojnë Adriatikun tanë hiqen Krishterë-Demokratë, qoftë PD-s, qoftë PS-s, por ka momenti që ndryshojnë realiteti dhe mentaliteti i politikë berjes në Shqipëri, që se cilit ketë atë pjesën e vetë. Qoftë se çamet kanë përfaqësimin e çamëve, edhe Partia Krishterë-Demokrate të lutëm, një Mel Geci, një e ka tjetër Zebushati, çfarë do? Të lutëm, Krishterë-Demokrate dhe një lider sot në Shqipëri që është nga krijimi i filozofisë natë nishën dhe deri tani quhet vetëm Dimitër Muslia që se ka ndrruar dhe s'ka pranuar kërpesh nga asnjë krah. Pra, unë jam pjesë e kësaj qeverie, më është afruar disa poste edhe së fundi dhe nuk kam pranuar pasi unë kam një mentalitet tjetër si parti, që ne duhet t'i afrojmë zgjedhje nëpërmes programeve qytetarëve dhe jo punësim të kryetarëve ose të diklani kryetarësh. Pra, kjo është ajo çfarë dallon tek pjesa e krishterë-demokratëve shqiptarë. E dyta, deputetja jon është me shkollë të lartë, e ka një përgatitje intelektuale sepse ka qenë edhe në Gjermani, por nuk fatikisht nuk u ka dhënë mundësia asnjëherë që t'i jepet mundësia me folë në parlament, se ta them pse, një herë ka folë që të flasë në parlament, sepse ne si parti, së është fatikisht është histori, se janë djetë në Shqipëri janë 600 sa vite që janë kanë kundër rrymave europiane, kështu që s'mund ta ndryshojmë ne për 4 vjet, por edhe media, disa herë të falenderoj Shqiaku, disa media të vogla që ju zotëri na keni dhënë mbështetje dhe jemi shumë kënaqësi. Ne nuk na japin mbështetje parti, të lutem. Po se japin ata sepse ne nuk paguajmë miku i dashur. Të lutem. Pra kjo është ajo çfarë me të vërtet, ti bën një pyetje po duhet të qëndroj atje te zgjedhjet e lira demokratike. Ne nga kjo studie kemi kërkuar, janë 45 parti që kemi kërkuar votim në numërim elektronik. Nëse Basha e çon deri në fund këtë premtim, kjo quhet një reformë e madhe në sistemin e politikës shqiptare. Por kam frikë se s'ka për të shkuar deri atje. Ja dhe i sekondë falë se të hangra kohën. Lutem. S'ka besim tek qendresa juaj. Jo, rinia me pëlqen kjo që është aktivizuar, sinqerisht. Sepse sa më shumë rini të shoh ta e çadër, unë sinqerisht unë gopëm, sepse ka arkoha të pastrohen politika, sepse janë disa atje që e përdorin atë protest vetëm për të mbrojt nga arrestimet që flitet për të ndodhur. Jam me ty. Pra, nëse Lulzim Basha e mban fjalën që do insistoj për ndryshimin e kodit zgjedhor, por ndryshimi i kodit zgjedhor nuk bëhet duke mos marrë pjesë në komision. Nuk bëhen ndryshime duke mos shkuar në parlament. Tajtën janë disa ligje që janë të lutëm, ndryshimi, jo s'është e vërtet. S'është as pak e vërtet sepse brenda opozitës sot ka ndryshuar mazhorancat. Nuk ka ashtu vot absolute që Rama nuk i pyet. Pra, mazhorancat sot për kodin zgjedhor kanë ndryshuar. Sepse kje PDU-n, të lutem, PDU-ja ka interes për numërim, LSI-ja ka interes, Krishterë-Demokrat kanë interes, pra të flasë për pjesën e majt. Gjithashtu kanë interes edhe partitë e tjera, dhe t'jesh i sigurt që Rama publikisht edhe lëshoj. Pse s'ndodhi kjo në 2012 kur ne kërkuam kur ishte PD-ja numërim me votim elektronik?
Pse PD-ja kur humbi zgjedhjet nuk kërkoi që të bëhet ndryshimet me qenë sa atë thoshte miku jemi kolegu Bylyk Bashi që duhet një afat 2 vjeçar. Pse se filloi që në 2013 deri tani që ne të shkojmë drejt standardizimeve të zgjedhjeve? Pra nuk kanë dash me e bë miku i dashur. Sepse këtu po lozet edhe herë ping-pong politika vjetër sa majtas, sa djathas duke mbrojtur fortunat e veta. Ti lëm një përgjigje Megit, edhe pastaj vazhdo. Megi si e ke iden? Atëherë, jam pro mendimit të miku tim. Unë do dëshiroja shumë që të kishte një votim elektronik në Shqipëri, sepse aty do tjetë, ajo është vota e lirë e qytetarit. Lexitojmë ajo është vota e lirë e qytetarit. Të fitoj kush të fitoj, qofse ky popull don, po prap këtë qeverisje, qofse ky popull i pëlqen kjo qeverisje që po vuan, që tani po ngren zërin, kush janë këto, kush janë ato, atëherë të vazhdoj. Votimi elektronik është ajo të shka ne duam. Kjo është vota e lirë. Votimi elektronik, mendimin. Votimi në numërim elektronik. Këtë kërkon dhe për sigurisht. Por jo me përdor, sepse po përdoret vetëm kjo pjesë tani. Tani atje nuk po i bie ditë për ditë kësaj pjese, po i bie më shumë duke bërë shpalosje të programeve. Kjo është ajo çfarë unë shoh që ajo çadra ka për të qenë dishtuar sikur e Ramës. Çfarë po bën? S'ka filluar fushatë Rama? Ram, normal që në këtë situatë PD-ja po i bën dëm opozicës duke mbajtur atje. Do ishte shumë më mirë me filluar organizimet në për struktura dhe me partitë. Dhe cili ka po s'është një gjë tani miku i dashur sepse fati keq se ne pe kriminalizojmë të gjithë Shqipërinë, edhe politikanët, edhe media. Po ne kemi mal në zi që ka qenë çat themon ty për kundra ban deri si ai e mori vetë ekonomikisht, nuk i pyeti as Europën as ken. Ndërsa ne këtu vllai dashur kriminal si kanale Enver Hoxha. Si mund të themi ne, Lazaratin, a doli e mbrojti PD-ja? Pse ishte Lazarati? Që e kishte marrë, po i fshat lutem tani, problemi është i tillë. Unë bëj thirrje nga kjo studie mik i dashur që ne mos merremi se janë aty humb vlerat kombëtare të ndërkombëtaret. Shkon një Napal, e flet 99 keq për tjetën, pse kur nuk do ti vetveten familje, dën ty komshiu më mirë se doni ju vetveten? Po këtë po kërkon PD. Po kjo është fatkeqësi. PD-ja po ankohet nuk po din pse nuk kauza e PD-s ishte kur humbi në Dibër. Po e lam. Në Dibër atëherë ishte pa korg droga. Pse nuk i filmoj në për Dibër në fushat e me thonë ja ku është. Ishte kauza me mvu çadrën atëherë. Po jo tani. Sepse më duket janë kanë edhe ata të PD-s që kanë prit ta korrin ata dhe ta shesin. Në qoftë se doja të thoja, doja të ndërprisja për respekt, për mosh. Doja të thoja që në qoftë se ka qenë vetëm një fshat, një lazarat, qoftë se ka qenë vetëm një lazarat, qoftë se me statistika në dalim, është mbjellë gjithë Shqipëria. Nuk ka qytet, nuk ka fshat, nuk ka cep, nuk ka tokë pa kanabis. Kjo fatkeqësi. Nuk ka do televizorin më nga lajë, është një fatkeqësi e madhe. Është fatkeqësi shumë e madhe. Po kush e la? Sepse unë këta e kam thënë edhe në këtë studie, sepse fshatarët më shumë kishin të ardhura po të ishin marrë me bujësinë, se sa me vlerën që ka ra tani kanabisit. Po si t'ja bëjmë i nderuar kryetar, se ti si do ta zgjidhim, se nuk ka zgjidhje, se duke lënë Samir Tahirin dhe 4 vjet unë jam i sigurt që jo kanabis. Po këtu do edhe vazot e luleve për dritare do kthehen kanabis. Tani, unë nuk mund të akuzoj personat të veçantë, sepse në rastin konkret ne po shikojmë që janë gjithë policia në ngritë struktura që po kontrollojnë të gjitha serat e Shqipërisë. Nuk i shikonim ditë për policia të tani është një pjesë që unë jam kanë kundra dhe vazhdoj të jem kundër, sepse unë edhe si program partijak, unë jam kundra drogave, jam kundra shumë gjerave për pjesën e familjes e tjera, që këta mundohen me i fut edhe në ndryshimet, sepse ne jemi edhe kundër abortit. Nuk e pranojmë abortin në programin jonë, sepse është një krijesë e krijuar nga Perëndia, nga Zoti, dhe nuk ka pse një mjek bëhet i pasur duke marrë në qafë ndofta edhe jetën e disa nenave. Tani, problemi është i tillë që
sa më shumë kam parë në Shqipëri sa më shumë të goditet një fush ose një politikan ose një figurë, aq më shumë reklam jemi duke i bë. Sa më pak të flasin mediat për kanabesin, aq më shumë do të shuhet ajo pjesë. Ti jesh i sigurt mik i dashur. Po duke qenë mediat e Dhe nëse kjo është pika më kryesore e opozitës, fitoft nesër. Ta shohin do ta votojnë qytetarët. Por unë them që ka ardhur momenti që opozita dhe partitë tjera duhet të konkurrojnë me programe. Tulen gjumë me gjumë me hallexhit, siç tha mikja ime, që janë të varfër po. Unë erdha atje, jam kanë në Shkodër, Mallësit Malli, më kanë nëpër rreth fshatrat e Shkodrës, sinqerisht varfëri ka. Por kapitalizëm nuk është shteti ai që ka të ardhunat për, pra, qeveria për 4 vjet është hera e parë që arriti të bëjë informale bizneset. Sot kemi ne, për shembull në Tiranë, është vetëm kryetar bashkie që i ka fut në informale, nga informalitet i ka kthye, dhe sot nuk e një biznes në Tiranë që s'paguhet taksat, s'paguhet detyrimet, s'paguhet trotuaret, tavolinat e tjera. Vallë, nëse ne si qytetarë nuk kontribuojmë për këtë shtet, ky shtet ku ka me marrë me na u përgjigj ne? Pra ne herës pari duhet të ndryshojmë mentalitetin dhe mendsinë për shtetin. Sa më shumë ta dojmë shtetin, nuk ka rëndësi se cila forcë politike është. Sa më shumë të kontribuojnë për këtë shtet, aq më i fortë ky shtet nesër do na shërbejë ne mik i dashur. Nëse unë nuk paguaj sigurimet shoqërore. Duke ardhur në koncesion Ilir Beqa, 400 milion, 100 milion, 200 milion kusht. Po ja vetingu pra. Hajde ta bëjmë vetingun. Po kush do ta bëjë vetingun? Ta bëjmë vetingun, ta bëjmë vëlla, ta bëjmë gjithë, sepse ky ligj nuk do i shërbej vetëm me Dirama, se Dirama ka 3 muaj. Nëse opozita do të fitojnë, fati i opozitës që ta zbatoj këtë ligj. Por hajde ta miratojmë këtë, mos bëhemi gazi botës. U detyron trupat diplomatike që sinqerisht e kam dhënë veten jashtëzakonisht i poshtruar, që çdo deputet duhet thirrët nga ambasada amerikane e t'i tregohet si puna demit ngjyra kuqe, dosjet. Ku jemi ne këtu? Po kush i çoi? Që jemi ne këtu? Nuk i çoi Dirama këta. Po të lutem shkon deputet që s'dashën vetë. Kush i çoi? Po jo ishin edhe të opozitës, të gjithë. Opozita. Pra, tani mik i dashur, është vetmi parlament, i vetmi shtet mas largëzimit të komunizmit në lindje që kanë ngel të njëjtat figura në Shqipëri. Ne s'kemi rrezu sistemin atë. Ne duhet të mësohemi mos të frymë, mos të bëjmë mitizimet. Ne duhet të bëhemi popull, siç jemi popull evropian, të dim qeverisim, të kemi përgjegjësi për qeverisje, se po të garantoj këtë, që kish me votu popull me mlan mo fuqi, kartonash, ti jesh i sigurt që ja urris rrogat, sepse unë e di se ku i kanë parat, se mos pare do ja filloja nga kryeministri, nga ish kryeministrat e me rrallë, e me ja u marr pasurinë të cilën sot janë me miliarda nëpër banket e botës. Pa. Ti mendon se duke bërë Dirama këtë lloj vetingu do të marrin parat? O do vi rralla edhe këtij zotnis, mos u bë mrak. Nuk mund të shpëtojnë askë. Më fal pak për diçka isha dakord me ty, një qytetar që të quhet i denj qytetar duhet të paguajë taksat në vendin ku ai jeton. Jam shumë dakord që duhet i paguaj. Ama jo taksat të jetë më lart se fitimi. Se çka u pa pastaj. Nuk u bën, nuk është kështu. Jo, ashtu nuk është bërë. Sistemi i taksave është ndryshe, tash është një tim që e kemi trajtuar, mund ta trajtojnë profesionistë. Po sigurisht, prandaj po them, kjo nuk është shumë. Kam një shembull konkret që më ka ndodhur, doli taksa më e madhe se fitimi. Atëherë, unë si qytetar i thjesht, si mund ta bëj atë? Çfarë biznesi ke? Te biznesi i vogël ti nuk ke të veshë. Pra ti paguan sipas deklarimeve që bën ti vit për vit. Vit për vit. Pra, kështu që nuk është që e vetmja taks, për shembull në Tiranë, është taksa që vuni kryetari i bashkisë që ka paralizuar të gjithë fushën e ndërtimit. Sepse një ndërtues për të marrë një leje ndërtimi duhet paguajnë 8.000 lekë, 8%. Që i takon 100.000 metra katror, i takon 2 miliard lekë vetëm me zbarr. Pra, imagjino. Po ta ngacmosh më shumë. Këtë kryetari i bashkisë që ti lavdrove, Delaq Sfaçato, Delaq Hajdut, aq mashtrus, njëri që mba 7 kostume në furgon dhe i vesh sa herë vete. Njerëz si ndërtues, njerëz si hidraulik, njerëz si bojaxhi, që është një mjeshtër. Gjithsesi, është e drejta jote. Mik i dashur, duhet pranojmë njeriu në punë se jena popull dembel. Edhe na mësua vetëm me njerëz. Ai për një vit po të bën ty investimet që s'janë bën që kur i qen 2011-ën.
Pra, hajde shiko rrugicat sot, hajde shiko rrugët për Tiranë. Të lutem. Me lek makinën në Tiranë. Po, pse mos paguhet? Çdo vend botë paguhet parkimi mik i dashur. Ne dalim luks në për Tiranë, marrim makinën me shku me ble bukën. Jo vëlla, le makinën atje mos. Pra, jo po edhe këta kanë përdor. Edhe këta kanë përdor po të them unë. Po kam dalë unë më. Unë kam dalë me makinë se kam prituar. Pra kur e pranoj vetëm këtë, edhe të tjerë që i njefun. Si mendon Megi që ta mbyllim edhe mesazhin e fundit? Unë besoj që nuk ka arrit qytetari shqiptar sa të dali, se atëherë do ishte tjetër për tjetër ndryshe, nuk do dilim të çadra apo do rinim në për shtëpi, derisa të arrisë qytetari shqiptar të dilte me makinë derisa të blej bukën. Është absurditet. Mund ta bësh ti. Si çka absurditet? Më dëgjoj miku im. Mund ta bësh më dëgjoj, mund ta bësh ti që e ke mundësinë financiare, nuk mund ta bëj unë. Ata që kanë makinë, ne s'po them për fukaret. Se fukaresh ka me biciklet, ose kemp. Po sigurisht. Ose shkreti se ka hiç që do të bëja çu të shtëpia. Po sigurisht. Ata thës që hapti unë atje dje. Ata dy thasë ja kishin qenë një familje si është pa bukë, do ishte më mirë. Prandaj unë po flas për qytetarin e thjeshtë, nuk po flas për biznesmenin. Ndoshta. Që Shqipëria është e mbushur komplet me qytetarë të thjeshtë. Nuk po flas për atë pakicën e të pasurve. Nuk po flas për pakicën e të pasurve. Unë po flas për shumicën. Kush është shumica? Qytetari i thjeshtë. Jam dakord me ty, sepse qytetari i thjeshtë janë 80% e qytetarëve që janë të varur. Më shumë se 80%. 95% e qytetarëve janë të varur, 5% është. Që 1% ke shumë pasur, tu nuk është pasuruar njeri me gjithë pasuria e vendit tonë është në dorë të 1%-shit. Imagjino. Prandaj pra po them, nuk mund dalit çdo qytetar shqiptar, hajde se do ikim të blejmë bukën apo hajde se do ikim të dalim në marketin pranë lagjes, të dalim me makinë. Absolutisht jo. Ishte diçka një argument. Si të ardhmen edhe të grevës të kësaj protestë PD-s, por edhe të zgjedhjet të nëntishore. Fjalia e fundit, zoti. Inshallah nuk është fjalia e fundit, e kemi shansin dhe fatet të vim përsëri me ju. Sigurisht. Po për sot. Unë e shoh që kjo demonstratë, si mund ta quajmë një protestë, gjëja popullore, unë e shoh që shumë shpejt do zbehet dhe do largohet siç iku Rama në mos u gabosha në 2011. Atëherë, unë jam shumë e bindur që kjo protestë... Dhe zgjedhjet, ti jesh i sigurt që zgjedhjet do fitohen nga aleanca që është në mazhorancë. Do fitohen nga majta, thua? Dhe po të garantoj edhe këta, që Rama ka për të lëshuar e do të jetë i gatshëm edhe për numërimin elektronik, edhe për votimin elektronik. Por nga kjo studio i bëj thirrje, ndofta edhe mi kesha ime kur shkojnë te çada, ndofta mund ta transmetojnë këtë mesazh timin. Nëse ata don ta realizojnë këtë qëllim, zgjedhje të lira demokratike, votim numërim elektronik, ai mos kërkoj qeveri teknike, po të kërkoj shtyrjen e zgjedhjeve që t'i krijohet hapësia ligjore. Atëherë, unë jam shumë e bindur që kjo do t'jetë një ndër protestat më të mëdhaja që kur ndonjëherë është bërë këtu në Shqipëri, dhe jam shumë e bindur që kryeministri Rama do të reflektojë. Ju falenderoj që kishim studio. Ishte kënaqësi. Të nderuar televizionistë, ishim studio me kryetarin e Krishtian Demokratëve zotin Eviz Muslia, i cili mendon ndryshe për protestën e PD-s, ka mendimet e tij, por ai tha një fjalë më në fund, që e mbylli, që do ndështyren zgjedhjet për jo të mos bëhen 18 qershor se nuk ka mundësi për të numëruar elektronikisht. Por unë kam edhe një dëshirë për demokristjanët të bashkohen të gjithë me Nardokën në krye dhe të mos kenë më ashtu një deputet me një parti, një deputet me një parti, po të kenë të paktën përfaqësim dinjitos, sepse duam ne feja katolike ose katolikët e Shqipërisë janë njerëzit më nderuar, më të iluminuar. Të lutem se këtu më bane një reklam që nuk të lejonte, me i bathirë mikut tatë, por në qoftë se demokristjanë dhe kristian-demokratët e kanë liderin e tyre, e kanë partinë e tyre, dhe nuk mund të importohet më nga partia demokratike, si që kanë ardhur deri më sot, edhe ndoka edhe ata. Pra ti bën thirrje që katolikët shkojnë te ai që beson, te ai njeri që ka vlerat e shejta të filozofisë katolike kristiane, edhe shqiptare, jo tek njerëzit që syndojnë drejt pushtetit për të pasunuar. Kështu që këtë radhë mi ky dashur, sa do të bani thirrje ju, duke bë politikë zvjetër demokristiane thirrje për të votuar, demokristianë dhe kristian-demokratë kanë zgjedhur liderin e tyre.
Megi, unë të falenderoj që të kisha Gjithashtu kënaqësi. Me gjithë zemër dua që të rinjt e Partisë Demokratike t'i hedhin poshtë dhe ta bindin Dimitri Muslimin se kanë të drejtë. Rinja është forca. Me këta jam unë. Kishe bekan kjo kryetare atje ti kena ato, unë shkrihna me këtë. Ju falenderojmë kënaqësi. Ju falenderojmë për momentin dhe urojmë të kënaqësi. Kënaqësi.